Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në Repolitiks. Tema e sotme në fakt do të ndahet në dy pjesë emisioni, ku në fillimisht në pjesën e parë ne do të flasim për atë dëshmi të ish kryeministit Berisha prej gati 2 orësh në SPA, ku ka dhënë deklarata të forta. Në fakt, për herë të parë Berisha ka bërë një nga deklaratat më të forta të tij që nga koha kur ai ishte në krye të qeverisë, ku ka thënë se kur ka raste dhune, ka dhe vdekje ose vrasje. Gjithsesi ne do shohim nëpërmjet dëshmimeve të tij se çfarë ai ka deklaruar në SPA, sa mund të peshojnë deklaratat e tij në zbardhjen e vrasjeve. Ai ka mohuar në çdo rrethan që të ketë patur një urdhër, megjithatë ka patur disa momente të deklaratës qëndrimit të tij që ne hap pas hapi në emision në pjesën e parë do t'i shohim, si për shembull çështja e servera apo çështja e marrëdhënieve të tij me Lulzim Bashën atë ditë apo dhe me ish presidentin Bamir Topi. Të gjitha këto i ka dëshmuar Sali Berisha pas marrjes në pyetjen në SPAK. Në pjesën e dytë do të flasim pak për ato çfarë ka ndodhur dhe po ndodh në parlament, ndërkohë që regjia më mundson, pas krave të mi jemi duke parë ende seancën parlamentare, po është një seancë e gjatë, ka ikur pjesa e këndshme ose e debatit në fillim. Në fillim ka patur momente edhe përplasje tensioni, sidomos pas fjalës zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila për herë të parë u shfaq në parlament që nga ngritja e akuzës së SPAK, ajo ka thënë se nuk merret me drejtësi, ndërkohë ka akuzuar Partinë Demokratike për shfaqje dhe standarde të dyfish në raport me SPAK. Një çudi ka ndodhur sot kur ka marrë fjalën Edi Rama, kryeministri, dhe ku përfaqësuesit e Partisë Demokratike janë kthyer me shpinë, me kurrizë ndaj kryeministrit në një shenjë proteste. Të gjitha këto tema ne do t'i shohim gjatë mbrëmjes së sotme. Por fillimisht, siç thash, do të merremi me dëshminë e Sali Berishës në SPAK, pa humbur kohë nis me prezantimin e të ftuarëve. Kemi në fakt dy përfaqësues ose le të themi dy persona që janë të lidhur me ngjarjen, së pari me ish prokurorin Ervin Karanja, i cili ka qenë ish prokurori 21 janarit, më pas atij do t'i hiqej dosja nga ish kryeprokurore Ina Rama. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zoti Karanja. Kënaqësi që të kam në studio. Gjithashtu kam avokat Hidayet Beqirin, i cili është avokati i le të themi familjeve që tashmë kanë ngritur padinë në SPAK kundër Berishës, Bashës dhe Ndrea Prendit. Mirëmbrëma, mirë se erdhe avokat. Mirë se u gjeta, faleminderit. Kam dhe dy përfaqësues të nderuar të fushës së jurisprudencës, le të themi, por që padyshim janë të njohur edhe për publikun. Alesia Balliu, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Alesia, dhe përparim Çaça, avokat, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Siç thash, unë do ta nisi me deklaratat e Berishës, deklarata e parë, sinkronin parë, kur ai shfaqi në fakt edhe në tension me gazetarët dhe që në një farë mënyrë shpjegon qëndrimin e tij se sipas Berishës nuk ka patur asnjë urdhër dhe se garda ka qelluar sipas ligjit. Po le ta ndjekim këtë sinkron të parë ku ka mjaft çështje interesante. Ushtarët e gardës kanë qelluar. Po pra, jo nga brenda. Jo nga brenda, për të korrigjuar këtë njërë. The nga brenda është. Cili është korrigjimi? Shpjegoni? Korrigjimi është tjetër. Në dritarin e godinës Jo, së kryeministrit korrigjimi është po. Apo kërkon korrigjimin. Jo, s'është korrigjim. Jo, them unë ty. Po jo, the një gënjeshtër, më fal. Jo, gënjeshtër nuk është qelluar nga brenda kryeministrisë. Është qelluar nga vendrojet e gardës. Është qelluar nga vendrojet e... Ta them unë ty tani, shiko. Tani, apo bon punë e tyre ti apo tëmbën, po. Mirë, po. Tani priti minutë. Garda ka një ligj, i cili ligj autorizon rojen të qellojë sa herë dikush e kërcënon me ndonjë objekt apo me ndonjë gjë. Të qellojë në ajër, kur ajo përsëritet, të qellojë te këmbët, kur ajo përsëritet, ta eliminojë rrezikun. Ky ligj është votuar nga Partia Socialiste, jo nga ne. Pra, garda që ta mësoni ju dhe mund të rrëmoni 120.000 herë, nuk funksionon me urdhër, funksionon me ligj. Kush e dha urdhrin për të qelluar sot, i pyetën? Asnjë urdhër nuk është dhënë për të qelluar. A keni dhënë urdhër? Asnjë urdhër dhe kur. Në fakt për vrasjet, duhet ketë hetimin. Thash edhe një herë,
po që kur përdorin dhunën, ka dhe plagosje, ka dhe vrasje, kjo është e pa mohueshme, s'mund ta thush, s'mund thush jo. Jo s'mund ta mohosh atë. Që s'pak ju komunikoni një akuzë, a jeni i gatshëm të përballeni me drejtësinë dhe a ndiheni i rrezikuar? Nuk ndihem kur i rrezikuar, ti je e bindur am to apo jo. Ky është momenti i parë, ne do kemi edhe 2 momente të tjera mjaft rëndësishme të dëshmisë ish kryeministrit. Ta nisim me ju Karanja, çfarë ishte kjo dëshmi për gati 2 orëshe në këndvështrimin tuaj? Kjo ishte, siç e kemi diskutuar dhe herë tjetër, që një dëshmi shumë e vonuar. Kjo duhet ishte dhënë para 15 vjetësh, se s'është 13 vjet, por 15 vjetësh, që 21 janar 2011, sot po vjen 2026 për 2 muaj. Po. Që është një dëshmi shumë e vonuar. Duhet ishte marrë më parë. Vjen mbas dëshmisë së zotit Lulzim Basha, po të kemi parasysh dhe librin e zotit ish presidentit Bamir Topi. Bamir Topi është shprehur në një vend që më ka ardhur ish ministri i brendshëm Lulzim Basha dhe më ka thënë që do ndërhysh tek Ina Rama për të ndihmuar gardistët. Këtë pak a shumë është te libri i Bamirit. Këtë konfirmoi edhe zoti Berisha që ishte pyetur sot, pra që nga domethënë për atë pasazhin që Po, okay, megjithatë se e kam në pjesën e dytë të marrëdhënie me Bashën, e kam specifike. Por si ish prokuror, çfarë përshtypje ju lë fraza e Berishës që kur ka dhunë ka dhe vrasje, është e pamohueshme kjo gjë. Pra për një prokuror, se besoj Berisha mund ta ketë thënë edhe në dëshmi atë. Kjo nuk duhet merret e shkëputur, po në tërësi. Pra kemi Berisha që tha, që domethënë se ai mbajti deklaratë, ka dhënë dhe qendrime të tjera publike, se s'është e para kjo që jep. Po. Tha që domethënë kur ka dhunë kishte fjalën nga ana e protestuesve që mund të ketë edhe një ashtu, kurse për gardën ai u shpreh në mënyrë të tillë që garda domethënë pretendimet e Berishës që nuk ka vepruar me urdhër dhe mund të reagoj aty për aty kur është objekt sulmi. Ky ishte pak a shumë ajo e Berishës, duhet marrë e shkëputur. Edhe pati një retorik me Klodiana Lalën, domethënë sepse Klodiana Lala domethënë pati debat për termin, domethënë brenda kryeministrisë. Po, si do ta shpjegoje ju si? Për shembull, vrasjet janë bërë nga zyrtarë ose punonjës të gardës. Ata momentin që kanë qenë dritare konsiderohen pjesë të kryeministrisë apo jashtë kryeministrisë, siç thot Berisha? Ideja është e tillë, autorët e veprës penale që del dhe nga pamja, për hir të vërtetës, janë tek territori përballë në territori përballë kryeministrisë dhe grupi i zjarrit ka qenë mu para derës, po të kesh parasysh. Agim Dhupë ka qenë tek një, sepse në atë kohë kryeministria ka qenë në rekonstruksion, ka qenë një derë, po të kesh parasysh se është penxhere, po të shkosh sot, është derë e tretë, po të kesh ka qenë penxhere. Dhe zona ka qenë zonë e rrethuar. Pra, është territori i brendshëm i oborrit, kupton? Pra, ajo pjesë është sepse është fiksuar dhe nga kamerat, sepse dhe gzhojat që janë gjetur në vendngjarje janë gjetur në këtë territor, te zona e barit. Aty janë, po ti kesh parasysh ke edhe rrugica, domethënë që janë me bar pak i lartë që ngelin dhe gzhojat që e kanë ashtu. Kjo është pak a shumë, domethënë. Interesante është që ajo çfarë biseda është bërë midis Lulzim Bashës dhe Bamir Topit, domethënë që si rregull duhet kishe qenë që atëherë në funksion të hetimit, sepse dhe e dyta, ka e diçka që është diskutim, nga diskutimi ligjor, se kemi bëjmë me 2 institucionet pavarur. Pra, prokurori i përgjithshëm ka qenë i pavarur. Pra, si mund t'i thush presidenti shko te një institucion tjetër, vetë presidenti është i pavarur, si mund t'i thush shko presidenti shko te një institucion tjetër i pavarur. Por mendoj që kjo do ta zgjidh hetimi pak a shumë. Kjo dëshmi e sotme e Berishës e kompleton, le të themi, dosin e Spakut, apo do duhen sërish dëshmi të tjera në këndvështrimin tuaj? Do merren edhe dëshmi të tjera, do merret edhe dëshmi e Bamir Topit, sepse ai ka edhe kujtimet e tij në kartë, që ka bërë dhe librin. Okej, po ideja është që sepse pjesa e zotit Topi lidhet më tepër me pas ngjarjen. Ne mbetemi një herë te ngjarja, pra për mënyrën se si Spaku po jeton dhe qëllimi i timit është të zbuloj kush, le themi, kush është përgjegjës për vrasjet apo jo. Çfarë synon Spaku të hetojë me këtë ngjarje? Spaku kemi dhe audio përgjime, po të kemi një audio. E para sot Spaku doli me deklaratë publike, tha që neve në laboratorët e Shqipërisë e kemi të pamundur që ta zbardhim, domethënë. Tash kështu që kjo i bie të shkojmë në një laborator perëndimor që të bëhet zbardhja e plotë. Pra të bëhet e para herë nga akti ekspertimit është autentik zëri apo jo, sepse ajo audio përcakton shumë çka?
Pra nëse do ta kemi zërin le të themi real, është përcaktues për hetimin? Spaku, po ta kesh parasysh dhe deklaracija i pashme shumë vëmendje, Spaku thoshte ne do ta çojmë ta verifikojmë jashtë, domethënë e para që është autentike dhe përmbajtja dhe e dyta, i kërkojmë familjarëve burimin e provës. Okej. Sepse kemi thënë që provat, sipas kodit procedurës penale, merren sipas ligjit. Pra të tregoj burimin e provës nga është marrë. Tani nga gazetari Artan Hoxha, se po kjo është çështje fakti ne do ta diskutojmë, është diskutuar që kjo audio është përftuar, domethënë që është marrë nga hyrja në valët e komandantit gardës. Kjo është pak a shumë. Pra, sepse dhe kur është del... Ja se kam idajeti për këtë, se ai është një nga avokatët e familjes, ndoshta do na zbulojë diçka për këtë audio. Në kuadër të marrjes së gjithë... Po kjo audio është përcaktuese? Në këtë vështrimin tuaj? Kjo audio... Qoftë është autentike, është përcaktuese për hetimin? Është një indicje, një dhënë që do verifikohet. Tash do shifet për shkakun nëse audio i korrespondon regjistrit salës operative që është marrë, pra se ka shumë punë që do bëhet njëra mbas tjetrës që do verifikohen. Ndoshta mund të verifikohet edhe me personat aty që kanë qenë, se siç e tha dhe Berisha, tha domethënë unë i qendroj thënieve një personi që është bërë deputet që s'ka pas qitje me armë, s'ka pas urdhër. Po ta vesh një pjesë e dëshmisë. Atë të zotit Malej. Po. Avokat, si e pat ju dëshminë e Berishës? Mu duk goxha korrekte, madje mu duk më shumë juridik sot se sa politik. Pak të në daljet Spaku. Jo, pikërisht për këtë aspekt juridik, po kërkoj edhe unë një... Jo, nuk u mor fare me pjesën politike. As që është Spaku, Skapi, e tjera që ne kemi gjuar, po themi, gjithmonë. Sot u morë, po themi ju përgjik pyetjet gazetari, madje goxha i çiltër, që tregon... I çik fare foli, e përmeni një emër. Nuk ka i çiltër thash. Jo, flas që foli me gjuhë politike pak në fillim. Unë po e marr në tërësi, pra. Deri diku po jepte çfarë kishte thënë brenda, sepse aty kanë qenë 2 orë, normalisht ka pasur shumë më tepër, po themi detaje në pyetjet veçanta etj. Por thelbi, siç dihet tashmë, pra është diçka e lexueshme, gjithë e dimë se në, po themi, në tërësi se kush mund të kenë qenë pyetjet e prokurorit. Jo, një pjesë zbuloi edhe Berisha. Po pyeta ka patur urdhër apo jo? Po pra, kemi thënë dhe këtu, zinxhiri komandues, pra gjithmonë këto e kemi thënë. Dhe normalisht është shumë e vështirë fatikisht, edhe nëse do kishte ekzistuar ndonjë urdhër verbal i diçka e tillë, do duhet të ketë minimalisht ndonjë provë, një indicie apo diçka tjetër. Po flasim kanë kaluar 15 vjet. Ishte një fjali e hidhur fakte. Ato karafilet vendosen çdo vit. Por askush nuk ka dashur. Për te astaj, po ishte fjali e Berishës që tha askush nuk flet kundër meje. Nuk e di, përveç Edi Ramës tha askush, se pyete gazetarit ishte, a patët dyshimi se dikush ka folur? Pikërisht për sa i përket 21 janarit. Pikërisht pra. Shiko, problemi është tu që kryeministri është ushtruesi i detyrës. Po. Pra është shefi i qeverisë. Është në një godinë caktuar. Dhe nuk është ai pronari i godinës, pra nuk është ai që jep urdhra. Po flas në parim. Pra siç mund të ishte në një ministri apo në institucion tjetër të rëndësisë veçantë. Dhe në këtë kuptim nuk është puna që duhet ta kërkojmë që urdhën ta jepte Berisha. Pra domosdoshmërisht. Tani, nëse të këtu do ketë në një, po themi, në një devijim, quheni kthesë të rëndësishme të hetimeve që nuk ka qenë më parë, do të ishte vetëm, po themi, një deklarim interesant, surprizues, i minimalisht, po themi, nëse do ndodhë, i Luzim Bashës dhe i shefit gardës Andrea Prendit. Këta dy mund ta përmbysin. Pjesa tjetër jeni të bindur që thjesht do kenë këta pyetje përgjigje, mbaj mend, s'mbaj mend, ka urdhër, s'ka urdhër, nuk ka urdhër. Video përgjimi ose video audio? Të paktën me atë audio. Audio përgjimi, çfarë është deri tani, nuk është se ka ndonjë diçka esenciale. Jo, ajo mund të përbëjë diçka për hetimin? Absolutisht, nëse aty ka realisht, po themi, pavarësisht origjinës, sepse nuk ka rëndësi shumë origjina më pas. Problemi është ku na çon kjo prova. Pra e marrim. Si? Është si indicia. Po pra, ku na çon, është shumë e rëndësishme. Jo, Berisha e rrëzoi pra. Duke lënë të kuptohet që nuk është e vërtetë, se po të jetë e vërtetë, për kështu e kuptova unë pak. Po të jetë e vërtetë, ajo mund përbëjë një element prove. Ka një kakofoni në lidhje me video, me audio përgjimin, çfarë është. Kuptimi që dikush thotë që duket jepet urdhë të tjera, dikush tjetër të paktën Artan Hoxha të paktën po me që cituam, thotë që nuk ka asgjë në këtë audio përgjim, paktën. Jo, është për atë pjesën, të ke parasysh sepse diskutohet pjesë e vrasjeve, të kesh parasysh është përdor ky term, domethënë gjakos,
Gjakos, Po. Po, vetëm këtë. Kjo është Gjakos, pjesa, Gjakos, kaq. edhe ka dhe pjesë tjetër, do të thonë mos ka pjesë e fundit që thotë të kërkon dikush, kaq është. Kërkon dikush për komandant e gardës. Po, pra, okay. Këto janë dy elementet. Po. Okej, me që e kam avokatin e familjeve të viktimave të 20 janarit, zoti Beqiri, ta nisi me audion, apo ke diçka tjetër? Problemi është edhe këtu, në këtë studio, sigur se edhe në studio të tjera, bëhen përpjekje të mëdha që të zvoglohet përgjegjësia dhe të zvoglohet ç'a ndodhi 21 janar. Mirë po, SPAK ka detyrën nga gjykata e Strasburgut dhe nga kolegji penal i gjykatës së lartë që të bëjë një hetim shterus. Po. Hetim shterus do të thotë që çështja do shikohet me rrenjë. Që nga momenti, domethënë, që u thirr protesta, ç'a proteste do ishte, çfarë materiali ju servir Sali Berishës nga shërbimi informativ shtetëror, si do ishte ajo protest do ishte, domethënë, pas atyre të vitit 1990, në thënë që u rrëzua regjimi komunist, domethënë, e dyta ka qenë kjo dhe s'ka patur me protesta më të mëdha ndonjëherë në Shqipëri se sa këto dyja, kur u rrëzua komunizmi e Busti Enver Hoxhës dhe kjo ka qenë e dyta, për nga masivi edhe masiviteti. Kështu që Berisha e dinte se ç'a do të ndodhte dhe mbi këtë bazë se ç'a do të ndodhte, si do ishte protesta, ç'a pjesëmarrje do kishte, dhe që do kishte dhe element dhunës brenda në protest nga protestuesit, dhunë, jo në pikpamjen e armëve, se s'kishin armë ata, jo në pikpamjen e dinamitit e tjera, s'kishin tilla ata, se faktikisht ata përdorën vetëm gurët e bulevardit, edhe ato plankarta që kishin, edhe ata flamur që kishin, bishtat e tyre i kthyen kundër policisë në fillim. Por ajo dhuna që e vetëm e fillimit dhe ajo dhunë më shumë, domethënë që edhe e nxitur, sepse kishte një plan dhe në rastin konkret, unë po a them, domethënë, kështu hapur, që shërbimi i fundit që po i bën SPAK dhe posaçërisht ai prokurori që ka çështjen hetim, është i njëjti prokuror që nuk e pranoi të fillonte çështjen penale. Po, atë që e kemi diskutuar, po. Ishte i njëjti prokuror që në gjykatën e lartë, domethënë, ishte sikur të ishte vetë Saliu të mbrohesh, domethënë u mbrojt më mirë se ti ish vetë Saliu ai, që se pranonte gjallë që të hapësh regjistrimin dhe ai po heton faktikisht çështje. Dhe ai shërbimin e fundit që i bëri Saliut edhe grupit të tjerë ishte që këtë e regjistroi, e ka regjistruar procedimin penal me nenin 79 për vrasjen e 2 e shumë personave dhe Germa Fe për vrasjen në rrethana të tilla që rrezikon jetën edhe të mjaft personave të tjerë. Këto dy e ka çuar ai në bashkëpunim. Po në fakt nuk kemi të bëjmë me bashkëpunim. Kemi të bëjmë me një krim që është kryer nga një grup i strukturuar kriminal. Dhe ky grup i strukturuar kriminal e ideoi që në fillim se ç'a do të ndodhte me rolet gjithë. Pra ju nuk jeni dakord si palë e goditur me akuzën që ka ngritur. Absolutisht, sepse kemi, domethënë, jo vetëm që kemi qenë dëshmitar okular, dhe dëshmitar okular nuk kanë qenë do si do, po dëshmitar okular Pascal Milo, dëshmitar okular Sëndet Gjinushi, dëshmitar kanë qenë kryetar parlamenti e tjera, dëshmitar okular Fatos Klosi, kryetar i shërbimit informativ. Se ishim protest, dëshmitar okular unë, isham protest. Dhe ne pam që atje kishte një skenar. Cili ishte skenari? Skenari ishte që fillimisht do t'i revoltojmë neve këta protestuesit. Dhe revolta u krijua kur na u hodh gazi i lotësjellës. Deri atëre protesta ishte normale. Ne po ikrim normalisht, ishim shesh. Asgjë nuk kishim neve. Kishim krye gjithë udhëheqjet me Spartak Ngjel, me Edi Ramën, me gjithë kryetarët e partive, ishim radhë, po esim normal. Ajo asgjë nuk ishte ndodhur kur ne na u vërsulën ato gazi lotësjellës. Po gazi lotësjellës që po them, domethënë, unë jam vetë, domethënë, njeriu që aty kam ulëritur e duke thënë, por na qorrove, more, qa pate me ne, mor kriminal. Fjalë për fjalë. Pascal Milu Ara në tokë nuk gjende do të syzat edhe u verbua komplet. Me uje, me gjitha, do me thënë, e revoltua... Sa gaz lotësjellës kina hongër dhe nga Sandër Lesha? Si? Pa fund. Sa gaz kina hongër nga Sandër Lesha ne? Po mirë më dhe po vjetë kishën e po të mbaroj po kjo nuk të bën ty që të revoltohesh të të lëmë një. Se dëgjova, unë dëgjova. Okej, vetëm të lutem, avokat, kemi sa më të përmbledhur se kemi çështjen e dëshmisë Berishës. Pra i revoltuar. Pse? Se ishte në kuadrin e grupit strukturuar kriminal.
Dhe në këtë kuadër ishin planifikuar do bëheshin vrasje, se s'bën. Kush e kishte planifikuar të bëj vrasje? Berisha ishte në krye të grupit të strukturuar Po kriminal. pse çfarë fiton dhe Berisha me vrasje? Po fitoi se ajo është një ngjarje që aty s'po ikën nga po ta them unë çfarë fitoi. Po them unë çfarë fitoi, sepse nuk duheshin me protesta. Nuk duheshin me gjëra të natyrës që të dilte jashtë sigurisë kombëtare që duhet kishte ky vend. Domethënë, ne nuk duam demokraci, edhe do vrasim, por nuk do lejojmë që ta ndodhi siç ndodhi në 97-ën, që na i muarën shtetin në dorë etj me radhë. Dhe ishin planifikuar për të vrarë. Dhe që janë planifikuar për të vrarë e tregon tani jo ajo kush dha urdhrin. S'ka rëndësi kush dha urdhrin. Ajo në grupin e strukturuar kriminal ka role. Edhe roli i atij që ideoi edhe që ideoi këtë grup strukturuar kriminal, çfarë veprime do bëheshin. Dhe veprimet do bëhen. Dhuna e parë ndodhi me këtë. Dhuna, momenti i dytë ishte kur u nxitën protestuesit që të hidheshin nga kangjellat. Dhe protestuesit vajtën të hidheshin nga kangjellat, atje do bëhesh qameti. Protestuesit kur vajtën kush i nxiti, se këto janë dëshmi të forta, kush i nxiti protestuesit? Po ky grup i strukturuar kriminal, ata ta mbaroj deri në fund. Më lejo ta mbaroj dhe të bëm pyetje. Pra, këta të grupit strukturuar kriminal donin me çdo kush që të ndodhte kjo që të hidheshin nga kangjellat. Dhe njerëzit vajtën atje te kangjellat. Vajtën hipën, e ke parasysh. Po, patjetër. Edhe mbasi vajtën te kangjellat, atëre ne grupi që ishim të përgjegjshëm aty atë protestë, kemi marrë këtë Pascal Milon, edhe ne një 10 vetë atjerë e kemi ngjitur një podium të vogël atje, edhe u kemi bërë thirrje protestuese. Largohuni nga kangjellat, largohuni lart, mos ushtroni dhunë. Është protestë paqësore. Policët janë njerëzit tanë. Këtë thirrje ka bërë Pascal Milo. Edhe kanë televizionet merri shikoj si e kanë, domethënë, edhe këta që kanë jetuar, prokuroria le ta thot një gjë të tillë. Dhe kur u tërhoqën protestuesit nuk po vinin me, atëre u vu në shërbim ajo e famshmja makinë. Ajo e famshmja makinë ishte pjesë e grupit strukturuar kriminal. Ai shoferi që ishte atje e kishte dhëur droga, nuk e di çfarë kishin dhënë, dhe kur ne protestonim dhe që na hodhën gazin lotësiellës, e ram në tokë, edhe po ngriheshim, ai me makinën e tij në mes të këmbëve tona na shtypte se vinte kështu, vërdall, të shpërndate njerëzit. Dhe u përplasë dera kryeministrisë. Jo, por jo, përplasja është në fund fare. Po fillimisht ishe mu në mes ne protestuesve, pa vajtur akoma atje tek ajo. Edhe ne u lërinim dhe i thoshim që largohu atje, çfarë keme ne, edhe i ruheshim kësaj makine. Këtë makinë pastaj ata e muarën, edhe për të bërë aktin e fundit, e muarën e përplasën atje te dera, me qëllim që njerëzit do futen, thanë ata, atje brenda. Mirë, për në atë kohë protesta kishte mbaruar. Dhe ne faktikisht u larguam. Unë për vete ishe larguar, isha futur te lokali, e gjithë të tjerët. Mbaroj ikëm. Kur vajta që janë futur te lokali atje dhe ulëm për të pirë kafe, atje më vjen një inxhinier i naftës, Spiro Çobo quhet, të Shpitar Okular. Po vrasin njerëz ta. Çfarë flet më i thash? Ku ç'ke vran në atë moment? Ishte vrarë, domethënë, edhe Ziver Veizi, edhe ai Myrtaj. Këta dy ishin vrarë. Dhe nga ana tjetër pastaj, ku vran këta? Këta u vran, domethënë, ishin jashtë bile Ziver Veizi ishte shumë larg. Jo, nuk ishte lidhje fare, se s'kishte njeri brenda, nuk u fut njeri brenda atje. Kjo thua i garda hapi zjarr se u futën. U fut dikush, nuk u fut asnjëri brenda. Ja kush. Momenti i vrasjes. Po Myrtaj, ku ishte? Është pak më tutje. Jo pak më ishte te kullat, afër gjykatës kushtetuese. Që janë jashtë perimetrit. Ishte larg fare. Avokat, të lutem. Aty afër. Që janë jashtë. Ishte tek platforma e televizionit Klan, ku ishin gazetarët me sigurit jashtëzakonshme atje. Pra, të tëra vrasjet u bën të komanduara, ishin të komanduara, do vriteshin se s'bën, që t'u jepej mësim, që mos bënin me protesta, dhe nga ana tjetër, që siç u tha atje, siç e bëri Saliu që e mori mbrojtje, thashë e montuar kaseta për Ilir Metën edhe filmimi i Dritan Priftit, të njëjtën situatë që mos u ngrini me, domethënë, s'keni me punë kundër korrupsionit e tjera me radhë. Dhe të gjitha llojet e veprimeve të tjera, duke filluar me zhdukjen e serverave, me mbajtjen e gardistëve 3 ditë, dhe jo vetëm gardistët, po me Gjergj Lezhja,
me gjithë stafi kryeministrisë ishin brenda ditë. Ka ndenjur brenda dhe benin do të thënë teatr. Qa do thuash ti, qa do thuash ti. Zdo tregosh, rini këtu, do hani këtu, do beni, nuk u arreston njeri, do dalim zot ne. Saliu bënde rolin e dirigentit në këtë grup. Atje brenda që i mbajtën 3 ditë këta. Okej, avokat. Edhe kjo. Më lërë ta bëj një pyetje, qa do të thotë? Kjo, të gjitha këto, me zhdukjen e serverve, me zhdukjen e kamerave, me alibin që qëllimi që në afer, me përpunimi i ekspertve që nëziren i aktin e ekspertimit, se qitja u bën nga afer, dhe pastaja, beni këtë gjejuve se nderin u abejun, dhe u aberin nderin, njerin deputet në ata mjekët, në Berat, tjetëri kryetar bashkije, atje në Kukës, dhe të gjitha pa përjashtim, pra, tregoj që kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal, vrasjet e 21 janarit ishin planifikuara që do bëheshin nga Sali Berisha, ai është organizatori i këtij grupi kriminal, ai edhe... Dhe këtë grup strukturuar, ky prokuror nuk e shef, po thua? Se shefare? Po ishtë të titruar të shikoje, s'ka të vejtë, të betë e timi... Më thej që je i pakënaqur me prokurorin aktual. Jo, jam i kënaqur. Në mënyra se si foli sot Berisha, ky e vërtetoi faktikisht që unë po them, që ka të bëjë me një grup të strukturuar kriminal. Thenet e tje ishin tilla, sepse qa tha ai? Ai tha, krimi shtetëror. Po kur thua krimi shtetëror, po vrasjet nga pakujdesia. Edhe shtetëror, dhe nga pakujdesia nuk shkoi të dyja. Shtetëror sepse ka bërë një antar i gardës, po thot. Garda është përfaqësues i shtetit. Po jo nga pakujdesia, nuk ka nga pakujdesia. E dyta, po ajo që do më thënë, jep vullën përfundimtare dhe jam i bindur që hetimi shteruse ka edhe këtë pjesë të saj, është që kjo që thoni këtu juve. Kur ka dhun, ka dhe vrasje. Mbaroj, aje dinte që do kishte dhun dhe prandaj bëri vrasjet. Ishte planifikuar me kohë. Kjo është për sa i përket asaj kasetës që thonë juve. Më lërë se kam më vonë. Ja të marrin dhe një opinion nga Alesia. Alesia, si patë këto momentet para të Berishës? Si tu duk Berisha pas daljes nga Spaku? Faktikisht do t'i bia shkur Denis, duke thënë që kjo është një çështje e cila është përdorur jashtëzakonisht shumë politikisht. Dhe duhet lejmë drejtësinë që të flasin lidhje me këtë. Kemi 4 të vrarë dhe pa diskutim që Spaku e ka për detyrë të tregojë ngjarjen dhe rolin e gjithë secilit, që do të thotë të zbuloj gjithë aktorët politikë që kanë qenë pjesë dhe mbi të gjitha dhe rolin që ka pasur Garda. Tani, nuk jam dakord me avokatin që thotë ka qenë një grup i strukturuar kriminale dhe është bërë me paramendim vrasja nga Partia Demokratike. Pasi Partia Demokratike në periudhën që po flasim... Partia Demokratike, mos ngatro Partinë Demokratike, ti me ime i kriminel që e berja i 97-ën, berja dhe grushtin e shtetit. Nuk të ndërpreva të mbaroj të ta 2 prillin e shkotës. Ajo nuk është Partia Demokratike, ta shumë Partia Demokratike. Nuk ka shumë Partia Demokratike organizatore. E këtë po thoja, që ta sjarojmë pak të pjesë. Nuk ka shumë Partia Demokratike organizatore e protestës. Kështu që të lejmë drejtësinë të bëj punën e vetë dhe pa diskutim që drejtësia duhet vjet në vend për këdo i cili ka kryer krime shtetërore ose jo. Se nuk ka rëndësi është krim shtetëror, është krim një grupi të organizuar, apo është krim prej urdhrit një personit vetëm. Kështu që unë dua që drejtësia t'japi verdiktin e saj dhe mos përdoret kjo temë politikisht, por që Partia Demokratike pa diskutim që nuk ka qenë iniciatore asë e dhunës, apo asë planifikusa, apo organizat kriminale. Jo, po gjykojmë atë që tha Berisha sot, si u duk, i qetë, i tensionuar, i shqetësuar, ke një opinion? Sot më shduk më objektiv se kur, faktikisht, sepse Berisha ka pasur gjithmonë këto daljet e veta mbas Spakut me ato sinonimet ose me ato epitetet që i vënë gjithë secilit prej gjyqtarëve apo prokurorëve në përgjithësi, dhe sot ka qenë i qetë, ka thënë si është për çfarë është pyetur dhe ka dhënë dëshminë e tij aty përpara publikut për të qenë transparent, besoj me teleshikuesit. Okej, le të themi 2 orë në pyetje, Basha është pyetur 1 orë, mos gaboj. Besoj që faktori më i rëndësishëm në çështjen e 21 janarit është dëshmia e Lulzim Bashës, në opinionin tim personal. Se?
për shkak të postit. Sa ishtë pyetur më pak, prandaj. Për shkak të postit që ka pasur, për shkak të kontaktit ngushtë dhe me kryeministrin, mund të pyetet edhe prap dhe ka qenë një ndër protagonistët më të mëdhenj ngjarjes 21 janarit, madje më të madh se vetë Berisha, Denis. Basha dhe komandanti i Gardës, besoj janë dy. Basha mbi të gjitha se ka qenë ministri i brendshëm, pa diskutim. Urdhri tani nuk mund ta delegosh tek kryeministri i vendit për një arsye të vetme, sepse kemi parë shumë ministrat Ramës, cilët kanë përfunduar mbasekurave dhe Rama ka distancuar veten. Kështu që unë flas e bardha është e bardhë, zeza e zezë, jo tek Rama ta transmetojmë siç duam dhe tek ngjarja 21 janarit ne ta transmetojmë siç duam. Dua të jem objektive për mua faktori kryesor, dëshmitari kryesor i gjithë historisë është Lulzim Basha. Publicitet dhe rikthehemi e kemi dhe këtë moment padyshim që si Berisha e shpjegon atë ditë me Lulzim Bashën, ku sipas ish-kryeministrit Basha ka shkuar në zyrë duke i kërkuar Berishës që të largohej nga zyra atë ditë të trazuar. Pas pak. Një ditë pas protestës së 21 janarit, shefi i Gardës së Republikës në atë kohë, Andrea Prendi, u shfaq në publik me sy të nxirë. A mund ta shpjegoni çfarë ka ndodhur në lidhje me këtë moment, sepse ka mbetur e paqartë që për 14 vitesh? Më mirë se kushdo tjetër, çfarë ka ndodhur e shpjegon secili person që ka përjetuar. Andrea Prendi ka qenë në krye të detyrës gjatë gjithë ditës dhe në vlerësimin tim ai ka bërë të pamundurën që të përmbush detyrimet ligjore të tij. Zoti Berisha, kush e dha urdhrin për të qelluar jo me fishek manovre, po me fishek luftarak ndaj protestuesve? Ai urdhër është në mendjen tuaj, se ka dhënë njëri, të garantoj që ka një audio. Keni një koment për një audio të dorëzuar nga familja të Ai urdhër është nga familja Alex Nikës. Po, flas për ato. Të falsifikosh një zë është gjëja më e thjeshtë. Dhe unë po u them ju këtu që janë imituar në autenticitet të plot, jo zëra të njerëzve thjesht, po gjerdhe të president të Shteteve të Bashkuara, të Barack Obamës. Kështu që këto janë çështje të cilat nuk kanë asnjë lloj një urdhër i dal pas 13 vitesh. Një alizot i dal pas 13 vitesh. Asnjë gjë s'dot, është zero. Po, është një lloj si Shiriti i Lirmec. Për serva, jo, nuk jam pyetur për sistemin e sigurisë jashtë. Nuk kam gjeni për to. Në rast se do të rriteni sërish do paraqiteni? Sa herë të duan. Avokat, me që ju keni informacion më tepër se sa ne këtu dhe se sa publiku për audion që kanë dorëzuar familjarët, mund na thoni diçka, është autentike kjo audio? Autentike. Po pse SPAK-u kërkon që ta dërgoj jashtë? Nuk e dim këtë gjë. Këto nuk s'merrem me thashë theme, merrem me hetimin. Di që SPAK deri tani në hetimin që po bën, edhe që unë thash shterus, ai deri tani edhe ato prova që ne kemi paraqitur me memorien tonë, kur e kemi dhenë, një ndër to ka qenë edhe kjo audio. Dhe kjo audio faktikisht është marrë nga radioa e komandantit Gardës. Pra nga valja e tia. Çdo gjë është marrë nga valja e tia. Edhe kur Dreja Prendi u thirr që të shkonte në tek zyre e kryeministrit, ku ishte brenda atje, domethënë banda e atyre që e mbronin faktikisht Saliun, se çdonte bie fjalat e zyre kryeministrit Sali Lusha, se çdonte në atë, domethënë zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. Dëgjon, e tjerë me radhë, domethënë njerëz të kësaj natyre, e di Andrea Prendi që vajti se ai e përjetoi faktikisht çfarë përjetoi atje, por Andrea Prendi u thirr, edhe në momentin që u thirr, sa ka dalë për 8 sekonda, domethënë u realizua ajo masakër, vetëm 8 sekonda. Pra, mori urdhrin e mori mbasi, u çarmatos vetë, jo vetëm u çarmatos, po hengri dhe pistoletën, domethënë, e hengri në sy, edhe ka gropën akoma këtu, kur doli nga zyra e kryeministrit,
Ju keni kërkuar, besoj, që edhe Andrea Prendi të merret në pyetje, po. Po muara në pyetje. Është marrë në pyetje. Po nuk ka, ai s'ka deklaruar asgjë. Nuk e dim nëse çka ka deklaruar, ai se çka ka deklaruar janë atje në dosje, ne kur të marrim dosje, sepse ca materiale që janë, domethënë të Po. Sa kohë ka kjo dosje që... Nuk janë sekrete, ne i kemi marrë. Ato që janë sekrete, nuk i marrim do tani. Okej, nga këto materiale jo sekrete, çka ka diçka interesante, avokat që mund ta ndani me publikun? Po jo, këto janë interesante, gjitha këto. Interesante janë se ne kemi quar, jo vetëm kaq, po kemi quar bie fjala, kemi quar çfarë pa me sytë e tij Fatmir Xhafa ditën e asaj proteste të 21 janarit. Ai ka përmbledhur një libër. E kemi quar komplet atë librin atje. Librin e Preç Zogajt e kemi quar librin e Bamir Topit, e kemi quar një për një edhe si shtatë prokurori. Ato deklarimet që ka bërë. Po, e konfirmon dhe Berisha që është marrë. Po. Thirrë edhe dëshmitar. Po se çka ka thënë Andrea Prendi ne nuk e dim. Urdhëro? Se çfarë ka thënë Andrea Prendi askush nuk e di. Në këtë vështrimin tuaj. Po e din... Përveç prokurorit, ë? Prokurorit dhe hetuesët që kanë qenë atje të pranishëm, atje në pyetjen e... Megjithatë, avokat, mund më japësh një opinion... Atje prandaj është edhe letra bie fjala që dërguan prokurorët, mund ta konfirmoj prokurori që është këtu, që kërkuan këta edhe kamerat, edhe serverat, dhe që përgjigjen nga kryeministria atë ditë ju dha që hajde një nesër, u tha Berisha, e deklaroi edhe në konferencë shtypi. Hajde një nesër që ti merrni, i keni të rregullt të tëra. Dhe kur erdhi problemi gjithë natën i zhduku. Tani për serverat Berisha thotë që nuk janë pyetur. Mund të jetë vërtet kjo që prokurori mos ta ketë pyetur për serverat? E dëgjova besoj. Ne po flasim se kjo është ngjarja sot. Sa për dieni, në raste të tilla, ndërkohë ka disa shkallë procedimi penal. Dhe shkalla e sotme e Berishës ishte do t'jepte deklarime si person që ka dieni. Po. Dhe ai pyetet për ato gjëra që ata të spakut vlerësojnë se Berisha ka dieni. Po, jo, po ka dhe gjëra tjera që se pyesin ata. Okej. Jo, sepse ajo pas kësaja merre person nën hetim. Dhe tani shumë pak ditë do kalojnë, do shikoni do merret si person nën hetim. Berisha do vë me avokat herën e dytë. Je bindur për këtë avokat? 100%. Tu do ta shohim si do shkojë kjo histori. Alesia, kjo çështja e audios është një element që mund t'i shërbejë çështjes 21 janarit? Pa diskutim që po, nëse audioja nuk është, nëse audioja është e vërtet, pa diskutim që është indicia dhe merret si provë. Nëse pastaj audioja nuk është e vërtet sepse këtu çfarë nuk ndodh, mbetet institucioneve drejtësisë që ta verifikojnë. Se kemi pasur plot të raste në cilët ka audiot kanë qenë reale, ca të tjera që audiot nuk kanë qenë zëri vërtet i personit, kështu që kjo mbetet prapë në duart e institucioneve të drejtësisë për ta verifikuar. Madje në opinionin tim çështja 21 janarit është zgjatur shumë dhe është dashur kohë më parë të investigohesh edhe pa diskutim që personat cilët kanë qenë fajtor për krimet e kryera të ishin përpara drejtësisë dhe të ishin në burg. Do të bëj një pyetje që në fakt ka lidhje se 20 janari shënjon edhe fatin në një farë mënyrë të qeverisë së Partisë Demokratike. Mendon që kjo ngjarje e dënoi PD-n për humbjen 2013-ën? Po, jam i saktë. Tani, unë i qëndroj asaj që kam deklaruar ndër vite, për mua nuk është vrasje shtetërore, dhe pa diskutim që nuk është faj Partisë Demokratike për incidentin. Po, Berisha e thot vrasje shtetërore. Pse? Cili është mendimi juaj? Që opinioni im është mund të ketë pasur një përgjegjësi një personi i cili mund të ketë dhënë urdhër. Nuk ka pse gjykohet gjithë Partia Demokratike lidhje me çka ka ndodhur dhe pa diskutim që personat që janë të lënduar, që janë familjarët e viktimave, i duhet zënë drejtësia merituar. Personi i cili ka urdhëruar vrasjen duhet jetë pa diskutim pas hekurave, po kjo është puna e drejtësisë, është puna e spakut, siç e thash pak më parë, rrithem që rolin e gjithë aktorëve politik, po dhe të gardës, ta lexoj në mënyrën reale që t'japi drejtësinë e merituar edhe pse të vënuar familjarëve dhe viktimave. Okej. Ndërkohë, zoti Karanxha, ka një deklaratë Ina Ramës në mos gaboj në atë kohë ku theksonte se ekzaminimet më specializuar të laboratorëve të FBI-s konfirmuan përdeq çdo dyshimi se në datë 21 janar 2011, nga ora 19:24 deri në orën 19:36 në pajisjen regjistrues të këtij sistemi, janë kopjuar të dhënat e regjistruar duke hedhur në një pajisje të ngjashme, që mund të jetë hard disk USB.
në momentin që kanë ndodhur ngjarje, kanë qenë në punë 11 kamera, që kanë qenë të programuar të kryen filmime të cilësisë së lartë. Filmimet nuk u vënë dhe nuk janë ende në funksion të hetimit të prokurorisë. Në datën 22 janar 2011, në orën 00:51, pra afër orës 1 natës, pajisjes i është bërë riformatimi hard disk, duke fshirë çdo regjistrim përfshirë dhe regjistrimet e ngjarjeve gjatë protestës. Kjo është deklarata e Ina Ramës. Kjo deklaratë duhet shkojnë sot në dosin e SPAK-ut? Po është ajo, jo. Kjo deklaratë, më thënë... Dhe a duhet merë në pyetje Ina Rama për shembull? Ina Rama e para që duhet merret në pyetje që disa herë të marrim gjërat me radhë, duhet marrim e para duhet sqaroj pse nuk e mori çështjen përsipër që në fillim, sepse ka qenë praktika e atëshme që çështjet e rëndësishme dhe prokurori i merrte, domethënë ka qenë neni 305 i kodit procedurës penale, marret përsipër të hetimeve. E dyta, ka pas dhe detyrim kushtetues me neni 141 të kushtetutës, ka pas jurisdiksion fidestar për të hetuar zyrtarët e lartë. Pra, edhe Berisha sot tha që unë mund të vija më përpara, tash vintes është gjë tjetër, por detyra e prokurorit është që të regjistrojë çështjen. E treta, që duhet pyetur, që duhet sqarohet nëse e ka takuar Bamir Topin dhe i ka thonë Bamiri për këtë çështje. Për çështjen e gardistëve, po. Po pra, gjithsa është përmendur emri, sa i thot, ky më thot takohe. Çfarë njohje ke me Bamirin, ke shkuar tjetër, si qyshtek, domethënë gjithçka në kuadrin institucional. Okej, megjithatë, zoti Karaca, duhet ta sqaroj edhe këtë çështjen e serverave, ma sqaro pak. Pse ju e kishit të qartë që serverat ishin fshirë në atë natë? Si thot Ina Rama, tani këtë thot doli hetimi, doli nga hetimi apo është deklarata akti ekspertimit. Okej. Se ne u sekuestruam më pas serverit, u klonua, u çu në Amerikë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës nga FBI-ja, por ishte një formatim i atij që nuk mund të ktheheshin më. Ishte formatuar në mënyrë të atij, domethënë që nuk ktheheshin më. Ato filmime ishin humbur dhe mund të themi që janë zhdukur për gjithmonë? Po, ai person që i ka me flesh, se thot i pjesë akti, thot dikush i ka ose i ka marrë me USB. Me flesh. Dikush i ka ose nuk i ka marrë për etiket. Tash ato janë kur shpallon grata ai ishin edhe këto gjëra atje, i kishin ata. Tani, diçka këtu, domethënë, është formatuar në mënyrë të tillë. Informohet edhe diçka tjetër që për këtë çështje është ndarë çështja, domethënë kjo çështje është hetuar në mënyrë të veçantë, nuk është hetuar me çështjen e 20 janarit, është caktuar tjetër prokuror jashtë grupit. Edhe por të çështja shkoi në gjykim, pra është ndarë çështja. Normal që kjo do jetë pjesë e dosjes, pse është që tregon për diçka se çka ka ndodhur, dhe do jetë në kuadër të vlerësimit të gjithë provave, kupton? Zoti Karaca, vijuni në pozicionin e prokurorit aktual dhe sepse duhet kap këtë që thot avokati. Hetimi është kaq semplist pra duke bërë këtë narrativën që do vinte një grup, do tentativa, gjitha, apo duhet si hetohet, pra si do ta hetonte prokurori Sheu është quhet prokurori sot? Alfred Sheu. Alfred Sheu, pra. Alfred Sheu, si do ta hetoj këtë? Ku do të bazohet? Tek ajo që është perceptimi i publikut që aty, okej, futit janë vrarë në mes bulevardit dhe asgjë nuk e justifikon vrasjen, apo do të shkohet tek prova? Si është mënyra si do hetohet këtë çështje? Alfred Sheu është një prokuror me pozitë vështirë, sepse është një ngjarje që ka ndodhur para 15 vjetësh. Ishte hetuar që kur ishte koha për zyrtarët e lartë. Pse ngul këmbë? Them. Sepse hetimi i asaj kohe ka pasur edhe mjete tjera procedurale për të verifikuar, për shembull lidhjet qoftë me sekuestru telefonat. Pra që ka qenë koha, sepse më përpara imuniteti i zyrtarëve të lartë ka qenë shumë i gjerë. Se sot është kufizuar pak, sot për arrestin shtëpi, për arrestin burg duhet të shkosh në parlament, për telefonin po në parlament. Për kontrolin, pra telefoni është kuadrin e privatësisë dhe kontrollit personal. Dhe masat e sigurimit që të cënojnë lirinë personale. Pra këto duhet të shkosh në parlament. Më përpara ke pas një kufizim plot, pra nuk mund të bëje as edhe lloj veprimi procedurial. Pra mund ndodhte që të kërkoje leje që të merreshe tabulatet telefonike e tjera. Dhe këto dhe tabulatet, kompanitë me ligje kanë 2 vjet, sot kanë kaluar. Pra ka sjell pasoja kjo lloj vonese. Sepse çdo gjë ka kohën e vet. Sa më shumë të kaloj koha, aq më e vështirë është. E vështirë është, por kjo s'do të thotë që prokurori të bëj veprimet. Duke qenë se është një çështje e vështirë dhe unë e kuptoj kolegun tim është në pozitë të vështirë, unë domethënë nuk mund të shpreh një mendim paraprak. Aq më tepër që kam qenë 20 ditë që kam qenë prokurori asaj çështje, prapë domethënë e di që ka ngarkesë dhe të shpreh mendim dhe të jap
mendja e tij domethënë duket diçka e padrejtë në kuptimin e saj. Thjesht ka një punë të vështirë para, por ti mbledhi gjithë provat. Pra duhet ti mbledhi nga e para te i fundit, se ka prova që ashtu. Ja dhe kjo, pavarësisht një dëshmie çfarë vlerë ka për hetimin, është një provë që duhet ishte bë kur ishte. Kjo e Berishës sot. Pyetje Berishës, pyetje Bashës, pyetje personave të tjerë. Kjo audio mund të sjellë diçka? Nëse ka është diçka e qëndësishme, mund të sjellë. Po. Nuk kam shumë pritshmëri me thënë drejtën nga audio, sepse përndryshe besoj do kishte ecur shumë më shpejt dhe ajo që kur e keni dorëzuar avokat audio ndoshta një gur themeli. Vetëm një sekondë se të jap. Vetëm datën më thuaj. Para se të vinte çështja në gjykat e lartë. Audio sa muaj vaj? Afër një vit. Një vit është dorëzuar dhe asnjë veprim nga Spaku. Besoj që po s'është pra kjo, ku është? Është pjesë po është pra live. Është po ai thot nuk është duke dim. Shikoj, këtu duhet të ndajmë diçka. Fakti që Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit pra në Strasburg e ka konsideruar krim shtetëror dhe normalisht do duhet të ketë një hetim shtërrues, për mendim ezaurues, që të japi përgjigje përfundimtare, po themi, asaj që ka ndodhur para 15 vitesh. Por problemi është tu, askush nuk mund vjetë në akuzë të merret i pandehur dhe të dënohet pa prova. Okej. Është tjetër gjë, se kemi edhe prokurorin këtu. Edhe nëse ti e din, edhe nëse ti e i bindur që kush është përgjegjësi, ai që e ka kryer, nëse nuk e provon dot, nuk dënohet askush. Okej. Pushohet çështja e shpallët i pafajshëm, edhe kur prokuroria nuk arrin dot ta provojë akuzën. Nëse do ngrej akuzë gjithmonë, se jemi akoma në veprimet para hetimore, është shumë larg kjo situatë. Por realisht është dhe çdo ditë që kalon bëhet shumë herë dhe më e vështirë. Sepse po e bëjmë tashmë që Berisha bëre këtë, Berisha nuk është eroja i Godinës. Berisha nuk është drejtori i IT-s së kryeministrisë. Por unë këtu mund të mendohet gjithçka. Që i bën dhe ato, hik shpejt kamera, ti bëj këtë, ti atë, ti këtë. Po bën ose bën këtë. Po, se kështu e mendon ti, po unë po flas se si duhet të jetë. Po jo mendoj mund të jetë edhe si duhet të jetë. Por këtë që duhet ti, do duhet ta provosh pra. Do duhet ta provosh këtë që duhet ti. Po asi gjë, kush është akti ekspertimi? Që ç'a ka bërë Berisha? Ki fshiu. Gjithnjë. I ka fshi Berisha? Po. Po ku ka dalë kjo? Kysh ku ka dalë kjo? Po na jep diku. Po kush ishte? Po ai pra që mund të ketë një drejtor, ka një përgjegje, s'është dikush tjetër. Si që nga Berisha që bën. Pse do ta bëjë drejtori port të Berisha? Berisha ishte kryeministri i vetë. Do rrezikonte drejtori vetë. Madje ka dhe i problem tjetër, sepse na thatë që persona të rëndësishëm shtetërore së kohe, sepse nuk dënohet askush me ndjesi emocione nëpër libra, duke marrë libra. Po, mirë. Kushdo që ka qenë në çfarë do lloj pozicioni, po ja po ta them edhe ty. Nëse do kishte pasur diçka për të bërë diçka të rëndësishme për vendin, qoftë edhe ish presidenti kushdo, do duhet shkonte përpara organeve prokurorisë, të depononte, të jepte deklarime nëse realisht kishte gjëra të rëndësishme, sepse i bënte shërbim shumë madh vendit dhe i bënte shërbim shumë madh edhe atyre familjarëve të cilët kanë numër jetët e. Po ti more prokurorin e përgjithshme i dhe do duhet bëj. Jo nëse më thorret do shkoj. Po çfarë? Shko. Ke informacion. Ka ardhur Basha, shko atje dhe tuj. Ka ardhur aty më ka thonë që Berisha më tha kështu, ky më tha kështu, ky më thate. Pse se ke bërë? Po. Ja po them unë se ka bërë. Dhe kushdo tjetër në rast konkret do duhet ta bënte. Ja, lexoj për tjetër. Nuk kemi këtë lloj për. Një minutë. Dhe tani, ata po shkojnë tek Spaku sepse realisht po i thërret. Nëse do kishim pasur një sistem tjetër, do të kishin thirrë që në atë moment. Dhe ky do të kishte qenë po themi gjë shumë e rëndësishme për hetimin. Ja zotëria, ka qenë aty. Madje do duhet merren dhe dosjet pavarësisht se janë gjë të gjykuara, për të parë realisht edhe aty mund të ketë elemente shumë të rëndësishme. Unë nuk kuptoj një gjë nga Spaku. Kaq e vështirë është. Pjesa të përton që vetëm një sekondë. S'ka vështirësi fare po bëj. Jo. Ja ka gjuajtur Berisha, marrin këta hedhin bomba thymse kur e ka parë një Shqipëri e tërë atë krim. Tani ta vazhdoj. Avokat. Edhe një herë më shpjego pse Spaku është i paqartë që audio nuk është autentike. Ka që vështirë është ta zbulohet këtë gjë? Nuk e thot atë gjë Spaku. Po është, ka qenë informacion sot që Spaku do të kërkoj ekspertizë jashtë vendit. Po tjetër gjë se ç'a bëjnë ata te çdo lloj dyshimi të arsyeshëm. Po problemi është ky. Po. Ne jemi avokat, edhe ky zotëria këtu, më falni se kam koleg, është prokuror. Ne ditë për ditë e shikojmë çdo thot provë direkte dhe provë indirekte. Po. Dhe kur vjen problemi për të gjykuar për këto vrasje që ka ndodhur, qoftë edhe me këto që tha sot Berisha, konkluzioni del i qartë.
sepse prokurorët nuk janë të verbër. Prokurori thotë, mos zotëri, je kryeministri i vendit ti? Po. Tani, bere dhe deklaratat e tua, the që ka një ligj për përdorimin e armës e tjera. Ligji nuk e ka që të vëras që njerës. Kurrën e kurrës. Kurrën e kurrës, në çdo lloj rrethane, ka të ndaluar me ligj garda. Me këtë që tha ai sot, ai e faqson veten, se ai e ka ditur si kur duhet vrasi garda, dhe për këtë, domethënë, krahas tjerave, atija i përdoret edhe ky, domethënë, argument, ai prokurori, ose nesër kur të bëj debat atje edhe në procesin gjyqësor dhe thot, o zotëri, ishe ti Sali Berisha që bëre grushtin e shtetit në 14 shtator të 98-ës, a more 1000 veta me Kalashnikove me gjitha edhe theve kryeministrin, a more antitankun dhe ja drejtove shinjestrove kryetarin e parlamentit për ta vrarë, a shinjestrove kryeministrin e vendit Fatosnano që ta vrisi e tjera me armë të gjitha, të vrau njëri, të plagosi njëri ndonjën ata që i çove atje në protestë. Me gjithë se ben gjithë të gjera, edhe askush nuk të mori gjë, pse morën godinën, ikën si qenë, do më thënë pas godinës e tjera. E dyta. Një sekund, të ky krahasim që bëre, unë nuk besoj që prokurori në fjalë ti ke thënë Berishës, shiko ç'a ndodhet. Po jo, i thot ai. Po nuk i thot ai, po edhe Berisha e ka të qartë të gjë. Po dakord. E dyta. I more i zhduke kamerat. Pse? Pse më zotëri, ti nuk e lidhje me vrasjen, je kryeministri i vendit. Pse i zhduke? Një sekond. E dyta, serverat i fshive, kush do t'i fshin dhe serverat, kush ishin interesuar në ata që kish bërë krimin, edhe fshiu serverat. Berisha tha sot për serverat nuk janë pyetur. Tani ose gënjen Berisha, ose prokurori zita bëj punë e vetë. Ka nevoj të pyetet se ai beri deklarime. Si se pyetet, ai ka qenë kryeministri ato. Pastaj dalim tek ajo që thotë për parimin, s'është punë e Berishës serveri. Po jo, në rregull. Këtë po them pra. Po si është çka punë e Berishës, unë tani nuk mund. Po është punë e tij do ta pyesë atë. Jo, unë nuk të kam në rolin e hetusit, se po ti she hetus, nuk flisja. Fare këto gjëra. Dhe ju duke mos e ditur rolin, dëgjonte hetusit, ju bëni pyetje të tilla. Ka gjëra që janë të sqaruara, nuk ka nevojë për të bërë pyetje ata. Ata të pyesin për gjëra që kanë të paqarta. Nuk pyesin ata për serverat kur e dinë që ti fshive. E dyta, ata nuk e pyetën sot. Ti thoshin që, ore, pse i pengove që të vijeshin, të arrestoheshin ata gardistët 6 veta? Pse dhe urdhër që në asnjë mënyrë nuk i le të arrestohen, përkundrazi i dekorove edhe i mbajtën kryeministri. Nuk e pyetën për të gjë. Pse? Se e din që të thuash nuk zbatoj urdhrat. Është shkelje. Nuk e shkelje më pje bashkëpunton vrasje, prandaj mbron. Më lër të shkoj te pjesa tjetër. Pjesa e tretë lidhet me, sepse s'kemi shumë kohë te kjo temë, lidhet me raportin, do lexoj një mesazh Tan Hoxha, mund ta them. Po. Thot, videon e kam dorëzuar vetëm unë para një viti më 15 tetor në SPAK. Tan Hoxha, jo juve, tani. Po jo juve, Tan Hoxha po themin e Tan Hoxha ku e mori, vajtit e familja apo jo? Familja në kallëzim edhe mori familjen e herë. Tan Hoxha për ta lexoj. Familja në kallëzim thot se jemi vënë deni nga Tan Hoxha. Po. Është vërtet. Regjistrimin e kërkoi prokuroria e Tiranës dhe unë nuk e dorëzova se nuk kisha besim. Po. Video u dorëzua vetëm në SPAK. Kjo është jashtë shtetit nuk ka shkuar kaseta që kam dorëzuar unë në SPAK. Por audio që nxora në media 2 vite më parë në Top Channel, prokuroria e Tiranës e nxori nga TV-ja të regjistrimet që në Itali, pra nuk ka shkuar video origjinale, origjinale. Sepse nuk ka dhënë kasetën origjinale. Kupton? Këtë tham. Okej, mirë. Simas Tanit thot kaseta tregon që vrasjet janë bërë me urdhër, simas Tanit. Okej, video audio është origjinale apo jo, se kjo ka rëndësi. Origjinale, por ç'është. Gjithsesi, u dua të shoh pak dhe momentin e tretë deklaratës së Berishës, raporti ti me Lulzim Bashën dhe me Bamir Topin. Ndiqni se si është shprehur pikërisht Sali Berisha sot pas daljes nga SPAK-u. A jeni takur, po ka ardhur në zyrën time dhe ka kërkuar nga unë që unë të dalë, sepse ishin thyrë xhamat me plumë apo me gur, tek dritarja ngjitur me të olinën time. Dhe ministri, komandanti Garc, kanë ardhur me kanë thënë të evakuojmë. Jo, kam thënë, se unë isha jashtë për një drek me ambasadorën gjermane dhe u futa drejt në zyrë, isha njëri në detyrë. Bamir Topi, që ishte pjesë e skenarit, pas ka shkruajtur në libër se
Lulzim Basha e ka takuar të nesër mos gaboj, për të ndërhyrë tek Ina Rama që të zbus masën ndaj oficerëve të gardës. Gjë e cila është teorikisht e pamundur që unë të dërgoja njëri tek Bamir Topi, që ishte një nga organizatorët që priste zgjatjen e mandatit nga Edi Rama. Bamir Topi kishte... librin apo ishte provë? Jo, e kishin lexuar, e morën nga libri. Ata më thanë nga libri. Një minutë. Pra, por nga ana tjetër, Lulzim Basha nuk e kishte të ndaluar, s'kishte asnjë direktivë, asnjë porosi të kryeministrit që të mos komunikohej me presidentin. Qëllimi im që unë nuk e kam dërguar. Nuk më mend ta kem dërguar. Po ministri mund të ketë shkuar, se unë nuk kam po. Unë di që në atë proces ka kontribuar ambasadori i Shteteve të Bashkuara, i cili ka biseduar dhe oficerët kanë shkuar se i cili janë marrë në pyetje, janë marrë në ndjekje penale, sipas rregullave. Tani, këtu ka, le të themi, del roli si pas Berishës i Bashës. A i thotë që Basha ka ardhur në zyrën time bashkë me Ndrea Prendin dhe më kanë kërkuar që largohem nga institucioni. Po pas është dhe ky, le të themi, diskutimi për atë që thotë ish presidenti Bamir Topi, i cili është prehur në libër që, le të themi, Lulzim Basha ka ardhur për të ndërhyrë për çështjen e gardisëve. Berisha thotë, nuk e di nëse ka shkuar, po edhe po ka shkuar, nuk e se kam quar unë. Kjo është pak si e lexondi këtë. Është ajo që të thash pak më parë, që roli kyç i zbardhjes 21 janarit është pa diskutim personi që ka pasur më shumë kompetenca, që është vetë Lulzim Basha. Sa për pjesën çfarë ka thënë Bamir Topi, për mua, një person i cili nuk ka koherencë dhe t'i thot gjërat momentin e duhur, në kohën e duhur, momentin kur kjo situatë ka qenë e nxehtë, pastaj mbas çfarë thot ai mbas disa kohësh, për mua nuk është... Jo, është gati ti të shkoj ish presidenti. Jo, po flas për... Tani të lutem se më ndërprer. Duhet ishim bërë, jam dakord në kohë e botimit librit. Po, prandaj të pyet ata çfarë momenti e ka botuar librin, sepse po flasim këtu për një ngjarje e cila mbi të gjitha janë 4 të vrarë, por do dhe një koherencë për t'u sqaruar. Sepse Bamir Topi në ato vita me sa mbaj mund unë nuk ka bërë një deklarat publike në lidhje me këtë situatë. Do mirë, ka qenë president. Deklaratën e ka bërë, a ju quajt grup puqist e tjera i bere i deklaratën e veta. Po nuk ka dëgjuar ligjërisht. E dyta, prefekt e timi kur të thresin i bënd ato deklarimet. Po së thirën si bënd. A i aty cilëson një dëshmi në të cilën Berisha nuk ka qenë prezent. Gjithsesi a i thot ma ka kërkuar ndërhyrjen nuk e tim se si është, ku do të thot atje i në spak. Po pra, te libri pra, ato po citoj unë që po diskutojmë këtu, se që do thot a i në spak pasaj është çështje ti. Dhe këtu shtymë prap të çështja e personit që ka dhënë urdhrin, dhe personit mbi të gjitha ligjërisht Denis që ka pas kompetencat a japi urdhrin. Se do t'jemi të qartë, që është Zoti Basha, pa diskutim. Zoti Basha ka qenë ministri i brendshëm dhe porosia dhe urdhri pa diskutim jepet nga ministri i brendshëm i Shtetit Shqiptar, nuk ka se jepet nga kryeministria. Okej, kjo është një lloj. Ligjërisht. Kjo që thoni ju është diçka që në parim ku ligji thot kështu. Po unë për ligj po flas. Berisha në asnjë vend nuk e ka sulmuar Bashën edhe kur ishte çështja e foltores që të ketë thënë Basha ka. Po sepse kjo bie në Madje Berisha sot i ka bërë një favor kur thotë që Basha më erdhi në zyrë bashkë me Ndrea Prendin dhe më kërkoi të ikte nga institucioni se normalisht në atë situatë të trazuar, gjëja më e mirë ishte largimi i ish-kryeministit, ashtu siç bëri dikur Fatos Nano. Pra në një farë mënyrë iku nga salla pra. Iku nga Shqipëria. Dhe mbase edhe largimi i Berishës do ta kishte qetësuar dhe situatën ndoshta do kishte qenë zgjidhja më e mirë. Po pra Basha deri këtu nuk del në asnjë vend
përgjegjës, se nuk... Denis, a mund të sërë... Jo, vetëm ta mbaroj, se ndoshta në preva, po. Në funksion të... Pse ju mendoni që Basha është njeriu kyçi kësaj historie? Sepse për shkak të pozicionit dhe rolit që ka pasur, për shkak të edhe të dëshmisë zotit Topit që thot ai më ka kërkuar ndërhyrje tek Ina Rama, ndërkohë nga ana tjetër shoh kryeministrin Berisha i cili e ka sulmuar dhe ka thënë fjalët kur dhe lavire bulevardin ato vite për zonjën Rama. Kështu në këtë kontekst Basha bie si personi i cili kërkon ndihmën, kërkon me dëshpërim zbardhjen e kësaj situate dhe për shkak të peshës institucionale që ka pasur Mordenis në ato vite. Tani, të bëjnë... Sepse zoti Berisha ka qenë frontal që nga fillimi dhe deklaratat e tij për Ina Ramën kanë qenë degraduese, ofenduese dhe të papranueshme në opinionin tim, të flasim nga ana politike tani. Madje edhe Basha i dha votën në KPA sa i bën gjyqtar. Të doja të thoya se Basha ka dashur një pajtim, për çfarë ka dashur këtë pajtim dhe për çfarë ka dashur zbutjen kur ka qenë kaq i pafajshëm. Shumë mirë, atëherë po të sjell në kontekstin e kohës. Ligjor. Pra, marrëdhëniet e Berishës me Bashën janë të shkëlqyera. Marrëdhëniet e Bashës edhe ose le të themi njohet e Bashës me ish prokuroren prap janë të mira dhe me marrëdhëniet dhe njohet e ish presidentit me ish prokurorin janë shumë të mira dhe ju mendonin nëse Basha ka shkuar te presidenti Bamir Topi për të kërkuar një lloj ndërmjetësimi tek Ina Rama, ju mendonin që Basha ka shkuar me kokën e vet apo ka me urdhë të Berishës? Kjo është pyetja. Unë mendoj që fëmia dhe gabon dhe prindi gjithmonë është i destinuar të ndihmojë. Në rastin konkret Berisha është baba. Dhe në këtë situatë ai e mori përsipër edhe konfrontimin, qoftë edhe publik, qoftë edhe politik, qoftë edhe ligjor me prokurorin asaj kohe. Ndërkohë Basha gjithmonë ka qenë ai personazhi që flinte gjumë. Që është fshehur. Dhe plotësonte kriteret që të rrinte në krye të PD-s, sepse firmoste çdo gjë. Mos harrojmë që çarja edhe prishja midis Berishës dhe Bashës ndodhi sepse Basha vendosi t'i përgjigjeshe ambasadës amerikane dhe jo babait shpirtëror që ishte Berisha. Se Basha, në opinionin tim, pa Berishën do ishte një roje thjesht të Partia Demokratike dhe njës. Të themi ca të vërteta se që janë për publikun. Jo, dakor, nëse është roje e thjesht, atëherë sik mendoni që Basha me kokën e tij ka shkuar president. Sepse ta thash, jo pra, roje në kuptimin edhe të peshit. Ta thash fëmia dhe gabon dhe prindi është i destinuar thash që ta ndihmoj. Po, për ta mbyllur këtë, se do kaloj te tema dytë. Në funksion të saj Alesës e hapi, e ka të shkruar neni 9 ligjit kohës, ligji i Gardës, dhe ka një mënyrë si funksionon. Dhe neni 9 parashikon në mënyrë të shprehur. Komandanti i Gardës ka autoritetin e plotë të drejtimit e të kontrollit të gjithë veprimtarisë së Gardës. Ai është përgjegjës para ministrit të brendshëm për përgatitjen dhe gatishmërinë e efektive të Gardës dhe për realizimin e misionit të saj. Pra, ai është përgjegjës dhe direkte përgjegjësia ligjore është i... Tani, pyetja është, e ka ushtruar këtë funksion? Apo si jam muar. Alesja që është në gjumë. Jo, është në gjumë. Jo, pra është në gjumë. Po mirë më vjen se jam muar kompetencën dhe kush jam mori kompetencën. Nëse ka pas në 2 shek aty kush jam mori gjumë. Mbylle me ndaj pak rolet, sa ka Berisha dhe sa ka Basha në këtë histori. Besoj që të dy mbajnë të njëjtin pozicion dhe kanë të njëjtin qëndrim. Nuk besoj që do ketë divergjenca në qëndrim. Po Andrea Prendi, se këta janë 3 njerëzit që janë pjesë e fabulës. Besoj Andrea Prendi tashmë është një gjë e gjykuar, madje është dënuar, madje po të mbajmë brenda asaj kohe, fatikisht pretenca e prokurorisë ka qenë shumë herë më e lartë. Më pas u bërë kualifikimi për vrasje nga pagëdësia dhe u dënuan me shumë pak, po themi, me nenin 35. Po, kështu që në rast konkret besoj që unë nuk shikoj surpriza apo një kthim të po themi, për sa i përket dinamikës e timit, po flasë. Po atëherë vetëm për 2 e shjetuar, Shumë mendoj unë, pa di më. Jo, për 2, se për 2 nuk e shjetuar fare. Pa di më. Se nuk dualën, nuk dihesh kush i ka bërë këto, po tani dihet kush i ka bërë. Avokat, pyetje e fundit për ju, roli Bashës dhe i Berishës. Janë të dy janë bashkëpunëtor, më janë kuadrin e grupit strukturuar kriminal. Pra ju fusin dhe Bashën aty. Po patjetër si jo. Po Andrea Prendi? Edhe Andrea Prendi më është pjesë e grupit strukturuar kriminal. Okej, po nëse eci me logjikën tuaj, asnjë prej këtyre s'ka për të folur. Si do ta zbuloj? Po çrëci, po pse ça thua ti? Ore zotri, unë ta thash edhe një herë. Është prova jo që zhduk e serverat. Mbaroj, nuk i zhduk serverat unë sa tjetër kur s'jam vetë autor krimi, edhe s'kam ashtu. Është prova jo që nuk ekzekutove urdhrat e arrestit. I ndalove. Është prova jo që i mbajtë në kryeministri dhe s'lejon një policin që ti merrte e gardistët. Është prova jo që këta vran ti i dekorove. Është prova jo që ti krijove me njëra alibin
Se këto janë ato që të grupit strukturuar kriminal, rolit e tyre, që ti more edhe the, gjuajtjet janë bërë me çadra pistolet nga afër. Është prova jo që merë 2 ekspertët e u thua, nxirre që qitja është bërë nga afër. Kur bëhet ekspertimi më mbrapa, del edhe Strasburgu e nxjerr, domethënë në mënyrë të plotë që qitja është bërë nga larg, është bërë në drejtim domethënë të mishit, është bërë jo tek vendëroja, po na kanë gjellat atje domethënë na kanë gjellat e asaja kryeministrisë që ti kishje. Dhe të gjitha këto vrasjet janë bërë atje ku s'kishte asnjë lloj rreziku, pse u vran atje? Avokat, pyetja e fundit. Të tëra këto pra janë prova të gjitha. Na fate kohore, si shikoni çështjen? Çështja mbyllet shumë shpejt. 21 janari do të gjej me akuzë të tërë këta. 21 janari 2026. Po, me akuzë do të gjej gjithë këta. Edhe të garantoj, domethënë këtë nuk është populiste kjo dhe këtyre do të vi kapelja brutal. Është regjistruar kjo që po thoni. Pra 21 janar Berisha, Basha, Andrea Prendi kanë akuzë për këtë, po thoni. Patjetër bore, edhe akuza nuk ka dënim tjetër vetëm burgim të përjetshëm. Ky ishte, le të themi, momenti i parë i emisionit, pjesa e parë e emisionit, ne do të shkojmë publicitet dhe më pas do rikthehemi të flasim për ato çfarë ka ndodhur në parlament, edhe sot në parlament ka patur lajme, është rishfaqur zonja Belinda Balluku, zonës kryeministrja e vendit dhe në një farë mënyre momenti që është shfaqur për çudi, deputetët e Partisë Demokratike në vend që të ishin aty për të kërkuar llogari në një farë mënyre, të gjithë janë larguar. I vetmi që ka patur një debat me të ka qenë deputeti Agron Shehi, por pas hapësirës publicitare.